Zgjedhjet e së dielës do të jenë zgjedhjet e 10-ta parlamentare që nga viti 1991, kur në Shqipëri u rivendos pluralizmi politik. Më parë, Shqipëria ka mbajtur vetëm 2 herë të tjera zgjedhje pluraliste në gjithë historinë e saj. Të dyja këto zgjedhje kanë ndodhur në fillim të viteve 1920. Ka kaluar 1 shekull që atëherë, por shumë nga problemet e sotme politike janë të njëjta me problemet që politika ka patur në atë kohë. Mungesa e përvojës qeverise dhe kultura e varfër politike në shoqëri duket se janë ende faktorë të rëndësishëm që ndikojnë politikën edhe sot. Për këtë arsye, unë sot dua të bëj një vështrim të thjeshtë të zhvillimeve politike pikërisht në atë periudhë kur në Shqipëri filloi pluralizmi politik. Ne filluam të vetëqeverisemi si shtet komb rreth 7 vjet pas shpalljes së pavarësisë. Pika nisse që Kongresi i Lushnjës, i cili u mbajt në fund të janarit të vitit 1920. Kongresi u thirr për të ndaluar ndarjen e mëtejshme të Shqipërisë, e cila ishte vendosur në Paktin e Fshehtë të Londrës të vitit 1915. Ndërkohë, një pjesë e Shqipërisë ishte në kaos ose në pushtim. Vlora ishte në pushtimin italian, Shkodra vetëqeverisej, ndërsa pjesa tjetër e vendit qeverisej në mënyrë lokale ose nuk kishte asnjë lloj qeverisje. Qëllimi tjetër i Kongresit ishte të hidhte themelet e shtetit shqiptar. Kongresi nuk mori vendim për formën e regjimit politik, por e la që kjo çështje të zgjidhej më vonë kur t'ishte siguruar se nuk kishte asnjë rrezik për sovranitetin e vendit. Kështu, në mënyrë indirekte, Kongresi i Lushnjës la në fuqi monarkinë si formë qeverisje, e cila ishte përcaktuar nga fuqitë e mëdha në vitin 1913, kur ato kishin përcaktuar edhe monarkun tonë që ishte Princ Viti. Por duke qenë se vendi nuk kishte një mbret, Kongresi zgjodhi Këshillin e Lartë të Regjencës, një institucion që do të ushtronte funksionet e mbretit. Këshilli përbëhej nga 4 antar, 1 për çdo besim fetar, 1 musliman, 1 bektashi, 1 katolik dhe 1 ortodoks. Kongresi gjithashtu emëroi një qeveri të përkohshme, e cila u drejtua nga Suleman Delvina, profesor, i diplomuar në Shkollën e Lartë të Perandorisë të Shërbimit Civil, institucioni më i rëndësishëm për përgatitjen e punonjësve civil në Perandorinë Osmane. Pjesë e kësaj qeverie, në postin e ministrit të Brendshëm, ishte dhe 25 vjeçari Ahmet Zogu. Këshilli i Regjencës dhe qeveria përbënin pushtetin ekzekutiv të shtetit shqiptar. Kongresi i Lushnjës zgjodhi gjithashtu edhe një senat të quajtur Këshilli Kombëtar për të kryer funksionet e parlamentit deri në zgjedhjen e një parlamenti të vërtetë me votën e popullit. Ky senat përbëhej nga 37 antar. Institucionet e dala nga Kongresi i Lushnjës vendosën brenda pak muajsh sovranitetin mbi të gjithë territorin e vendit, siguruan njohjen e Shqipërisë nga fuqitë e mëdha dhe antarësimin e Shqipërisë në lidhjen e kombeve, e cila ndodhi në dhjetor të vitit 1920. Me arritjen e sovranitetit të shtetit shqiptar, në Parlamentin shqiptar filluan përçarjet e para. Çështja kyçe u bë përcaktimi i regjimit politik të vendit. Një pjesë e deputetëve kërkuan thirrjen e një asambleje kushtetuese për të vendosur formën e regjimit, ashtu siç ishte rënë dakord në Kongresin e Lushnjës. Por deputetë të tjerë ishin kundër kësaj ideje, sepse kërkonin ruajtjen e gjendjes ekzistuese dhe të pozicioneve që ata kishin në Senat. Një pjesë e deputetëve kërkuan thirrjen e një asambleje kushtetuese për të vendosur formën e regjimit, ashtu sikurse ishte rënë dakord në Kongresin e Lushnjës. Por deputetë të tjerë të Senatit ishin kundër kësaj ideje, sepse ata kërkonin që të ruanin gjendjen ekzistuese dhe njëkohësisht edhe pozicionet e tyre në parlament.